Përshëndetje, mirëmëngjes i gjithëve. Mirë se keni ardhur në shtëpinë e Zotit, edhe është bekimi ju pa gjithë secilin prej jush. Do të fillojmë takimin me fjalën e Perëndis nga Psalmi 28, vargjet nga 6 deri në fund. Fjala e Zotit thot: I bekuar qoftë Zoti, sepse ka dëgjuar zërin e lutjeve të mia. Zoti është forca ime dhe mburoja ime. Zemra ime ka pasur besim tek ai, dhe unë u ndihmova. Prandaj zemra ime ngazllen dhe unë do ta kremtoj kët me këngën time. Zoti është forca e popullit tim dhe streha e shpëtimit për të vajosurin e tij. Shpëto popullin tënd dhe beko trashëgimin tënde, ushqej dhe përkrahi për jetë. Amen. Fjala e Zotit është një fjalë që na jep zemër me hec përpara, edhe me pa që çdo herë, çdo moment Perëndia është me ne. Edhe pavarësisht sfidave që i kalojmë në jetë, problemeve që i kalojmë në jetë, Perëndia na ka premtuar fjalën e tij që ai do të jetë gjithmonë me ne. Edhe ky është inkurajimi për ne që ta vazhdojmë në çdo haptonin me falënderim dhe mirënjohje për ta. Kështu që ne do të vazhdojmë të adhurojmë Perëndin edhe me këngë. Edhe derisa grupi Galdimit vjen përpara, ju kisha ftuar gjithëve që të ngritemi në këmbë, edhe të lutemi që prezenca e tij të jetë këtu bashkë me neve sot. Ati Perëndi i shejt, Zot, faleminderit që ne mund të thrasim Aba o At. Faleminderit o Zot për këtë ditë edhe për çdo ditë që vjen Perëndi. Çdo ditë e re është një bekim i ri për ne nga ty, Jezus. Zot, faleminderit për secilin që është këtu, Perëndi, faleminderit për zemrat e tyre, Perëndi, edhe faleminderit o Zot që ata vazhdojnë me besnikëri, me të ndjek ty, Jezus. Të vetmin Zot i cili i përket lavdia, nderi, pushteti. Ti je mbreti ynë, Jezus, ti je kurora jon, ti je jeta jon, Jezus. Andaj të dorëzohemi ty edhe kërkojmë prej teje, o Perëndi, që të jesh në mesin tonë, o Zot. Edhe baj, Perëndi, që çdo fjalë jona, çdo këngë jona që do del nga gjuha jonë sot, Perëndi, le të jetë një erë mirë për ty, Jezus. Zot, lutemi dhe të falenderojmë në emrin tënd shejt. Amen. We'll
si e di. Porta dritën të parë, do të kërcejnë e gëzim, si shkërcejnë tani. I këndoj dashuris tënde, I këndoj dashuris tënde, I këndoj dashuris tënde, I këndoj dashuris tënde. Gjithë lavdia, gjithë nderi, gjithë pushteti i ty. Gjithë lavdia, gjithë nderi, gjithë pushteti i ty. Hati shenjta të nderon ty, sot I quva shpëtim tan, shpirti shenjta të presim ty, shpirti shenjta të presim ty. Gjithë lavdia, gjithë nderi, gjithë pushteti për ty. Gjithë lavdia, gjithë nderi, gjithë pushteti për ty. We're blessed to be here once again here in Pristina, Jemi Kosovo. shumë të bekuar që jemi prap këtu sot në Prishtinë, në Kosovë. I have shared before, we have a team with us, E kom da ma herët që e kena një ekip me neve këtu. part of a organization, non-profit, I started about 30 years ago. Ky grup është pjesë e një organizate jo qeveritare, por jo përfituese, dhe ajo organizat ka nis diku 30 vite më herët.
We started in Belarus shortly after the fall of the Soviet Union. Kena fillu punën në Belarusi, pak pasi ka ra Bashkimi Sovjetik. And we continued to move into Vietnam, Pastaj kena vazhdu punën në Vietnam, Myanmar, në Myanmar, Philippines, në Filipine, Ukraine, në Ukrainë, Kosovo. tash në Kosovë. The Lord just seems to keep opening doors, and Edhe Zoti duket që është duke vazhdu me hap dyer për neve. the team with me this time, some have been here before. Ky ekip që është tash me mua, disa prej tyre kanë qenë këtu më herët. Me and Brother Alan Marshall from London been together for about 27 years. Unë edhe vllau Alan nga Londra kemi qenë bashk 27 you said? 27 years. Kemi qenë bashkë duke punu për 27 vite. Yes, he uses his gift of music to really boost our humanitarian effort with his songs. Edhe ai gjithmonë i përdor dhuntinë e tij të muzikës për mi jep pak shtytje punës tonë humanitare me njerëzit. You know, music is a universal language. People like music even if they don't understand the words. Muzika është një gjuhë universale dhe njerëzit e duan muzikën kudo edhe nëse nuk e kuptojnë çdo fjalë që ajo. And he can preach. Edhe në atë mënyrë ai mundet me prediku. Oleg is with us. I met him in Belarus 31 years ago. Edhe Oleg është me ne këtu sot, unë e kam taku atë në Belarusi 31 vite më përpara. He's been with us here in Kosovo 3 times now. Edhe ai ka qenë me ne këtu që 3 herë. I have 3 ladies from Montana in the USA. Unë i kam 3 zonja me ne nga Montana, prej Amerikës. Carolyn, she's been here before. Carolina, cila ka qenë këtu më përpara. Chantel, first time. Chantel është hera e parë. And my daughter, Carrie, first time. Edhe është vajza ime Carrie, hera e parë për të. It is a blessing for us to be here and renew acquaintances with people we know now all over Kosovo. Është bekim për ne me qenë këtu prapë dhe me vazhdu miqësitë që i kena formu këtu në Kosovë. And I do appreciate dear sister Bilkizia, who took us once again to the ladies group that she meets with. She shared a little bit of that. Edhe vlerësojmë shumë motrën tonë Belkizën, e cila na ka marrë edhe një herë tek ato gratë në Drenas, edhe gjë që ajo dhe ndau tash. We've been in Prizren Kemi qenë në Prizren, and connect with Handikos here in Pristina. kemi vazhdu lidhjet tona me Hendikos këtu në Prishtinë. We have many friends here now, Tash kemi shumë miq këtu. and some are true believers. E disa prej tyre janë besimtarë të vërtetë. Jesus gave us an example that we need to go into the world and preach good news to people. Dhe Jezusi neve na ka jap një shembull që ne duhet me vazhdu me shku tek njerëzit në botë dhe me nda lajmin e mirë. Everyone needs to hear some good news. Çdo kush ka nevojë me dëgju disa lajme të mira. The Bible tells us that this world lies under the sway of the evil one. Edhe Bibla na tregon që kjo botë është duke vazhdu punën e saj në ndikimin e të ligut, të armikut. The darkness in this world is intelligent evil. Edhe errësira në këtë botë është një lloj e ligë, një e keqe shumë inteligjente. When Saul of Tarsus, who would later become the Apostle Paul, Kur Sauli prej nuk po më kujtohet ç'i thot Tarsus, që më vonë bëhet Pali apo apostulli Paul, when he was blinded on the road to Damascus by a brilliant light, kur ati ju verbuan syt teksa ishte duke shku në udhtimin e tij në Damask prej një drite shumë të madhe. you see, he gives a testimony in Acts chapter 26. Tek veprat 26, ai, do me thonë Pali, e jep një dëshmi për ne. He was not one of the original 12 apostles. He came later. Ai nuk ishte një prej 12 apostujve të parë, ai erdhi pak më vonë.
specifically chosen by the Lord. Pali ishte veçanërisht I zgjedhur nga Zoti. The Lord Jesus, after he had died, been buried, resurrected, and ascended, Zoti ynë Jezus, pasi që kishte vdek, pasi që u varros dhe pasi u ringjall nga të vdekurit, this Saul of Tarsus, this Pharisee, persecuting the early church, ky Sauli nga ç'është Tarsusi, që ishte duke I persekutu të krishterët në atë kohë. he was looking for more Christians to bring to prison. Ai po mendonte me gjetë më shumë të krishterë që me I dërguar në burg ata. The Lord spoke to him from heaven, Saul, Saul, why are you persecuting me? Edhe Zoti nga qielli u shfaq atij dhe I tha, Saul, Saul, pse po më ndjek, pse po më persekuton? He said, who are you, Lord? Edhe Sauli tha, kush je ti, Zot? I'm Jesus of Nazareth, whom you're persecuting. Edhe ai thot, unë jam Jezusi nga Nazareti të cilin ti po e persekuton. Uh-oh. What would you have me do, Lord? Edhe Sauli thot, Zot, çka don që unë të bëj për ty? I want you to stand on your feet. Edhe ai thot, unë du që ti me u ngrit në këmbët e tua. I have a mission for you. Unë e kam një mision për ty. I'm going to send you to the world, Unë do të dërgoj ty në botë. to the Gentiles, to the nations. Do të dërgoj tek paganët, do të dërgoj tek kombet tjera. I'm going to send you to Africa. Do të dërgoj në Afrikë. I'm going to send you to China. Do të dërgoj në Kinë. I'm going to send you to America. Do të dërgoj në Amerikë. I'm going to send you to Kosovo. Do të dërgoj në Kosovë. Did the Bible say that? A ka thënë vërtet Biblia kështu? That's who the nations are. Këto janë kombet. It's you, it's me. Është kombet je ti, jam unë. And this is what I want you to do. Edhe kjo është çfarë unë dua që ti të bësh. I want you to open their eyes. Dua që ti me ju hap syt atyre. Not these eyes, Jo këta syt fizik këtu, these eyes. syt brenda. këtu The tek eyes of the zemra. heart, Syt e zemrës. the eyes of the understanding. Syt që kuptojnë më thellë. Open their eyes in order to turn them from darkness to light. Hapu ja u syt që me I kthy ata nga errësira në dritë. From the power of Satan to God. Me I largu nga fuqia e djallit e me I kthy tek Zoti. That they may receive forgiveness of their sins Që ata me marr faljen e mëkateve tyre, and receive an inheritance, eternal life. edhe me marr një trashëgimi, një jetë të përjetshme. For those who are sanctified, set apart by faith in me. Për këta që janë të shenjtruar, që janë të vendosur, janë të zgjedhur, janë vendosur anash për me shërbi mua. That message is 2,000 years old. Ky mesazh është 2000 vite I vjetër. You know, Matthew chapter 4 tells us when Jesus began his earthly ministry, revealing that he is the Messiah, the Christ. Tek Mateu 4, kapitulli 4, Jezusi fillon me e shfaq tek ne që ai është can you repeat the last part, sorry? That he would, when he began his earthly ministry, showing that he was the Messiah, the Christ. Ai filloi shërbesin e tij në tokë për m'ju tregu njerëzve që ai ishte I zgjedhuri, ai ishte Mesia që Zoti e kishte dërguar. That this fulfilled a prophecy of Isaiah, the prophet. Kjo e përmbushi një profeci të profetit Isaia. You know, Isaiah prophesied 700 years before Jesus was ever born. Isaia profetizoi 700 vite më herët përpara se Jezusi të kishte lindur.
Part of that prophecy is that Gentiles who are sitting in darkness would see great light. Një pjesë e asaj profecie ishte që paganët që po jetonin në errësirë të madhe do ta shihnin një dritë të madhe. The prophecy says for those who were sitting in this region of the shadow of death, light had dawned. Dhe profecia thot që për ata që po jetonin në një lugin të vdekjes, drita do të vinte mbi ta. It's not that light outside. Nuk është ajo drita që e shohim atje jashtë. Sun comes up, sun goes down. Dielli lind, dielli perëndon. That's not the light he's talking about. Nuk ishte duke folur për këtë lloj drite. The Apostle John tells us, or Jesus, about Jesus, that he was a light that came into this world. Apostolli John na thot që Jezusi ishte drita që erdhi në këtë botë. John 12, Gjoni, kapitulli 12, 46. 46. Jesus said, I came as a light into this world that people don't have to stay in the darkness no more. Jezusi thot, unë erdha si një dritë në këtë botë që njerëzit të mos qëndrojnë më asnjëherë në errësirë. The darkness in this world is this evil that is covering the whole world. Errësira në këtë botë është kjo e keqe që e ka kapluar të gjithë botën. It's a darkness of ignorance. Është një errësirë e ignorancës. People can be blind, but it's not their eyeballs, it's the blindness of their hearts. Njerëzit janë të verbër, por nuk është këta syt që i kanë syt fizik, por janë syt e zemrës tyre. You know, darkness, evil darkness in this world is easy to see. Errësira e keqe në këtë botë është shumë e lehtë për me pa. The darkness in this world is all over, and you see the evidence in such things as war. Edhe errësira në këtë botë është kaq e lehtë për me u identifiku, për shembull, e shohim evidencën e saj kur shohim luftra. Right now, the people suffering in Ukraine in certain cities, their cities destroyed, their people killed, women assaulted. You can see that with your physical eyeballs. Tash për momentin në Ukrainë ka qytete që janë njerëzit duke vuajtur shumë, qytetet e tyre janë duke vuajtur dhe ata atë keqe ne e shohim me sytë tonë fizik. That's not a natural disaster, that's man-made. Nuk është një fatkeqësi natyrore që po ju ndodh atyre, është një fatkeqësi që e kanë krijuar njerëzit. That comes from the evil of the human heart. Ajo vjen nga e keqja e zemrës së njerëzve. That's what happened here in Kosovo Edhe a një little gjë over 20 years ago. një gjë e njëjtë ka ndodhur këtu në Kosovë para më shumë se 20 vjet. You know, Jesus said in Matthew chapter 24, in this world, there's going to be tribulation. He says in the Gospel of John, tribulation in the world. Tek Mateo 24 Jezusi thot ju do të keni mundime në këtë botë. In Matthew 24, he says there'll be wars and rumors of wars. Edhe Jezusi thot do të ketë luftra, do të ketë Rumors. Thashë thëme për luftra. Yeah. Famines. Do të ketë uri, Pandemics. do të ketë pandemi, Earthquakes. do të ketë tërmete. He said, that's not the end of the world. Edhe ai thot nuk janë këto shenja që tregojnë se është fundi i botës. Jesus said, this is the beginning of sorrows. Jezusi thot ky është fillimi i vuajtjeve. You see, those things have always been in the world and they always will be. Këto gjëra kanë qenë gjithmonë në botë edhe gjithmonë do të vazhdojnë të jenë. You don't have to be in a war or an earthquake
to suffer. Nuk ke nevojë që me qenë mes të luftës apo tek një pjesë ku ka tërmet që me pas vujtje. I think, as I understood the translation in the back, that Sister Bilkidia spoke of someone who had no hope and tried to commit suicide. Edhe unë e dëgjova nga përkthimi i asaj çka Belkizia tha që disa njerëz nuk kanë shpresë edhe kanë dashur edhe vetvrasje me bo. I know when I visited before, I shared my personal testimony and said that when I was a child, that's what my mother did. Edhe unë kur kam qenë aty përpara, kam da dëshminë time personale, edhe unë kur kam qenë fëmijë, nona jam ka bua gjë. I had abusive father, Kam pas një baba që ka qenë abuziv, drinking all the time. ai ka pi gjatë gjithë kohës, My mother started drinking. nona ime ka fillu me pi, She was miserable, edhe ajo ka qenë shumë keq. didn't like her life, Nuk e ka dasht jetën e saj, had no hope, nuk ka pas shpresë. and she let me stay up late one night. I was a child, 6 years old. Edhe unë kam qenë 6 vjeç edhe një natë jam la që unë me qëndru ma gjatë natën. Giving me something to drink. Edhe jam dha dhe mu me pi diçka. I didn't know. I was a young child. I didn't know what it was. Unë nuk e kom di qa është, unë kom qenë fëmijë i vogël, s'kom di çka po pi. Alcohol, Ishte alkohol, wine, verë, made me sleepy. që unë me mujt me flajt. She wanted me to now go to bed Dhe e donte që unë tash me shku në gjomë, before my father came home. për para se me u kthy babi im. So I went to my bed. Edhe unë shkova tek She shtrati im. had her gun. Boom. Dhe aja mori një armë edhe e vrau veten. She wasn't in a war, Aja nuk ishte në një luftë, not an earthquake, nuk ishte tek një vend ku ka tërmet, not even a pandemic. as një vend ku ka pandemi, She was just a regular person. ishte thjesht një njeri sikur se ne, Lived in America, jetonte në Amerikë, the land of hope. tek vendi i shpresës. Hope doesn't come from America Shpresa nuk vjen nga Amerika or any place else in this world. dhe nga asnjë vend tjetër në këtë botë. The only one that can fulfill an emptiness in human beings I vetmi që mundet me përmbush një zbrasti në zemrën e njerëzve is God. është Zoti. Jesus said, I am the way, the truth, and the life, and no one can come to me unless my Father bring them. Dhe Jezusi thot, unë jam e vërteta, rruga dhe jeta dhe askush nuk mund të vi tek unë veç se nëpërmjet Atit. So he says, come to me, you who labor, Matthew 11:28. Edhe ai thot, e jani tek unë, o ju të lodhur, ju të munduar. Oh, who labor, come to me, learn from me, he says. Gjithë ju që jeni të munduar, të lodhur, hajdeni tek unë, mësoni prej meje, And you will find rest for your soul. dhe do të gjeni prehje për shpirtin tuaj. For my yoke is easy, my burden is light. Bara ime është e lehtë. Jesus said, your burden is heavy. Jezusi thot, bara juaj është shumë e rëndë. Your road is very difficult. Your yoke is heavy. Rruga juaj njët është shumë e vështirë, barën që ju e mbani është shumë e rëndë. You know, I was a drunk for years. I drank all the time myself when I got older. Edhe unë kur u rrita fillova me pi dhe isha duke pi gjatë gjithë kohës. But I didn't like it. I didn't like my life. I was destroying my life. Po mu nuk më ka pëlqy ajo gjë. Unë isha duke shkatru jetën time. I was married. Unë isha i martuar, My daughter Carrie was very young at the time, like a baby. vajza ime Keri ishte shumë e vogël në atë kohë, ishte një bebe. I didn't want to destroy my life and my family's life. Unë nuk doja që me shkatru jetën time, jetën e familjes time. You know, I think I shared with you before, you know, I know in America we have churches all over the place. Edhe unë kom da me ju ma përpara që na në Amerikë kemi kisha në çdo cep. We have Bibles all over the place. Everybody has a Bible in America, Edhe çdo kush në Amerikë ka një Bibël, Bibla ka kudo. but they don't read them. Po askush nuk I lexon. We had a Bible at the house. I never read it. Ne kishim Biblën tek shtëpia jon, po unë kur se lexoja.
No idea what was in the Bible. S'kisha ide çka ka brenda në Bibël. I didn't go to church either. As në kish nuk kam shku. In fact, some of my drinking friends were church people. Dhe në fakt disa prej miqve të mi me të cilët pinim bashk, ata shkonin kish. We'd be drinking Saturday night. Oh man, I gotta go home. I gotta go church in the morning. Edhe na ishim duke pitë shtunën mbrëmje dhe shikonin orën, thonin, "Oh, hajt tash do na me shku në shtëpi se nesër kemi me shku në kish." I say, man, you go to church? Edhe unë ju thoja, "Hey, ju shkoni në kish?" Yeah, I always go to church. Ata thonin, "Po, normal, ne gjithmonë shkojmë kish." Well, I didn't figure they were the kind of people I could ask the deep questions to. Edhe unë e kuptova që me ata s'kisha me mund me bisedu gjanat e thella të jetës. I realized I didn't need church, I needed God. Po unë e kuptova, unë nuk kisha nevojë për kisha, unë kisha nevojë për Zotin. I never knew Jesus at all. Unë kur nuk e kam njoft Jezusin vet. I didn't know that 2,000-year-old message that he was a light to the world, so you didn't have to be in the darkness anymore. Unë nuk e kisha kuptuar atë mesazhin që Jezusi ishte drita e botës dhe na nuk kena nevojë ma me qëndru në errësirë. I didn't know he was the one you're supposed to seek and find so that you could lay your heavy burdens down. I didn't know that. Unë nuk e dija që ai është ai personi që na duhet me lyp dhe pastaj me gjetë e me ja jap atij gjitha barrat tona të rënda. I didn't know the Bible says that God knew you before you were born. Unë nuk e dija që Bibla thoshte që Zoti të ka njohur ty përpara se ti të lindje. I believe God existed, Unë e besoja që Zoti ekzistonte. and I believe that he must have made all this world for some reason. Edhe e besoja që për ndonjë arsye që nuk e të kuptoj, Zoti e ka kriju këtë botë. But I didn't know what the reason was. Unë se kuptoja arsyen. I didn't know you were supposed to seek for God and feel for God and find God. Unë nuk e dija që ti duhesh me kërku Zotin, me lyp me ndjej ata dhe me gjetë Zotin. I didn't know that was possible. Nuk e dija që është e mundshme një gjë e tillë. You can read it in Acts chapter 17. The Apostle Paul says so. Mund është me lexu vetë te kapitulli 17 tek Veprat, Pauli thot ashtu. In Acts 17, Paul's in Athens, Greece, talking to people in Athens. Tek ky kapitull Pauli është në Athinë në Greqi dhe po ju flet njerëzve atje. Where people gathered together to talk about new things. Edhe atje njerëzit mblidheshin që me bisedu për gjëra të reja. And Paul said, oh yeah, I see you people in Athens are real religious. I saw all your idols and all your altars. Edhe Pauli ju thot, po, në peshot që ju njerëzit këtu në Athinë jeni shumë fetar, keni idhuj, keni altare. He said, God who made heaven and earth and the sea and everything in it. Por ai tha që Zoti, I cili ka kriju qiellin dhe tokën dhe gjithë shka që gjendet në tokë. He said, God don't dwell in a building. He's not in your church building. Dhe ai thot, ky lloj Zoti, ky nuk jeton në ndërtesat që ju I keni kriju. The Bible said heaven is God's throne. Bibla thot që qielli është froni I Zotit. God said the earth is my footstool. Edhe Zoti thot, toka është vendi ku unë I vendosi këmbët. God said, what you gonna build for me to dwell in? Zoti thot, çka mundeni ju me ndërtu për mu që unë me jetu aty? Paul said God set this up so that men must seek for God. Edhe Pauli thot që njerëzit e bon një lloj sistemi tillë që ata me shku dhe me kërku Zotin aty. He said, feel for God. Ai tha që na mundohemi me ndje, a munda me gjetë Zotin. He said he's not far from any one of you. Por Zoti nuk është larg nga asnjë prej ju. Because in him we live, we move, we have our existence. Sepse ne nëpërmjet Zotit jetojmë, lëvizim, e kemi ekzistencën tonë. The prophet Isaiah said, seek the Lord while he may be found. Call upon him, he's near. Edhe profeti Isaia thot, kërkojeni Zotin derisa mundeni me gjetë. Thirrjani emrin sepse ai është afër.
Jesus says, you want to know? Jezusi thot, a dëshironi me ditë? Ask. It'll be given you. Kërkoni edhe do t'ju jipet. Seek. You'll find. Lypni do t'ju jipet, kërkoni dhe do të gjeni. Knock. Door will be open. Trokitni dhe dera do t'ju hapet. All the people in this world that sit still in such darkness, Dhe gjithë njerëzit në këtë botë që rrinë në këtë lloj errësire, you see, they need to be told and they need to be shown. këta njerëz kanë nevojë që dikush mi ju tregu, mi ju shfaq. And for his church and the believers, we need to let our light so shine. Edhe ne që jemi besimtar, që jemi njerëzit e Zotit, ne duhet me leju që jeta jon me shkëlqy, me tregu këtë dritë. He told his followers, go ye into all the world and get this good news out there. Edhe ai ju thot ndjekësve të ti, shkoni gjithë ju që unë ju kom thirrë dhe jepjani këtë lajm të mirë njerëzve. He said, we as believers and true followers of Christ are to let our light so shine that God would be glorified in our good works. Edhe ai thot që ne si besimtar duhet ta lejojmë që drita e tij me shkëlqy në atë mënyrë nëpërmjet jetës tonë që Zoti me marr lavdi nëpërmjet veprave që ne bëjmë. Jesus said his followers were the salt of the earth. We preserve this world. Jezusi thot që ndjekësit e tij janë kripa e botës. Ne jemi ata që e ruajmë botën. He said that we're like a light, a city on a hill. Edhe ai thot që ne jemi si një dritë, një shandan në breg, në kodrin. People need to see Christ in us. Njerëzit kanë nevojë që ta shohin Krishtin brenda nesh. The hope that the whole world has is a message of true light, forgiveness, eternal life through God, through Christ. Edhe shpresa që ky mesazh ka për njerëzit është për dritën e vërtetë, për falje edhe për jetë në Zotin. For some people, the idea of this message is foolishness. Për disa njerëz, ideja e këtij mesazhi është marrëzi. But we are the people that have to be able to share this good news, but it has to also be in line with the lives that we live. Dhe ne jemi njerëzit që Zoti na ka thirrë ta ndajmë këtë mesazh, por edhe jeta jon duhet me u përshtat me këtë mesazh që ne e ndajmë. So when we started the nonprofit 30 years ago, that was the model we chose to use, the model Jesus gave us. Dhe kur na e filluam këtë OJC para 30 vitesh, ky ishte modeli që na zgjodhëm për me ndjek, modelin që na dha Jezusi. In Matthew chapter 9, it says Jesus went through all the cities and the villages, and he was healing the people who were sick. Tek Mateu 9, Jezusi thotë që ai po shkonte tek gjitha qytetet dhe fshatrat e po i shëronte njerëzit që ishin të sëmurë. Healing their diseases. Ai po u shëronte lëngatat, sëmundjet. And most importantly, he was preaching the good news of the kingdom of God. Por me më së shumti rëndësi ishte që ai po e predikante lajmin e mbretërisë së Perëndisë. The apostles were there and he said, look around you. Apostujt ishin aty dhe Jezusi po ju thoshte, shikoni përreth jush. He said that he had a compassion for these people because they wandered like sheep without a shepherd. Dhe Jezusi ju tha apostujve që ai kishte dëmshuri për këta njerëz se ata po endeshin si dele pa bari. It still looks like that out there right now. Edhe po ashtu kur dalim jashtë atje njëjtë duket ende, ashtu duken njerëzit. People wandering like sheep without a shepherd. Janë njerëz që po enden si dele pa një bari. He said the harvest of these souls is plenteous.
Dhe Jezusi thot që e korra e këtyre shpirtrave është e bollshme. but the laborers, the workers, are few. Por ai thot që punëtorët janë të pakët, ata po mungojnë. Pray to the Lord of the harvest that he would send laborers into the harvest. Edhe ai thot, lutuni Zotit të korrave që ai me dërgu punëtor për me marrë këto të korra. So we began the humanitarian effort to go and begin first by showing our lives, Christ in us to Edhe- people. Ne filluam këtë organizatë humanitare për me fillu me o tregu në përmjet jetës tonë këtyre njerëzve këtë mesazh. James chapter 1 tells us that true religion, the kind of religion God is looking for, Tek Jakobi ne lexojmë që feja vërtet që Zoti po kërkon nga ne is to visit, to assist orphans and widows and keep ourselves unspotted from this world. Feja vërtet që Zoti po kërkon është që ne me i vizitu jetimët, me i ndihmu të vejat dhe me mbajt një jetë të pastër përpara Zotit. Orphans and widows are the most vulnerable population anywhere. Edhe jetimët edhe të vejat janë disa nga njerëzit më të cenueshëm, më të prekshëm kudo në botë. And so are the people with disabilities, Po ashtu edhe njerëzit me aftësi të kufizuara, dhe ata janë njëjtë. the poor. Edhe të varfrit, Nobody cares about these people in some places. askush nuk kujdeset për këta njerëz në disa vende në botë. God cares about them. Por Zoti, ai kujdeset për ta. So we followed that example to go. We visited orphanages in various countries, widows, drug addicts, Edhe ne ndjekëm këtë thirrje dhe kemi vizitu jetim, kemi vizitu të veja, njerëz që ishin të marrur me drogë, në për vende ndryshme kemi shku. alcohol, rehabs. Kemi shku në vende ku njerëzit janë për rehabilitim nga alkoholi. Showing our lives, Christ in us. Dhe jemi mundu me tregu jetën tonë dhe Krishtin që jeton brenda nesh. And inevitably, people begin to ask us, why do you do this? Who are you? Edhe pa tjetër që njerëzit filluan me na pyet, pse e bëni ju këtë? Kush jeni ju? And the conversation begins. Edhe kështu filloi biseda. And people want to hear more because they're created for the good news. Edhe njerëzit donin me dëgju më shumë, sepse ata janë të kriju me i dëgju këto lajme të mira. You know, Jesus, I'll be closing up here. Edhe pak do ta përmbyll, por Jezusi, Jesus said in Matthew chapter 25, when he comes in his glory, he's going to sit like a king on the throne. Jezusi thot tek Mateo 25 që ai kur do të vi në lavdinë e tij, do të vi si një mbret në fronin e tij. And the nations will be gathered before him. Edhe gjitha kombet do të mblidhen përpara tij, And he will divide them like a shepherd divides sheep and goats. edhe ai do t'i ndaj ata ashtu si bariu që i ndon delet nga dhit. To those on his right hand, come, ye blessed of my Father. Edhe ata që janë në dorën e tij të djathtë, ai do t'ju thotë, e janë ju të bekuar nga Ati. Inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. E janë dhe trashëgojeni mbretërinë që është përgatit për ju që nga fillimi i botës. Because I was hungry. Sepse unë isha i uritur, You gave me something to eat. edhe ju më dha diçka për të ngrënë. I was thirsty. Unë isha i etur, You gave me something to drink. ju më dha diçka që të pi. I was naked. You Unë clothed isha me. i zhveshur dhe ju më dha të veshje. I was sick. I was in prison. Unë isha i sëmur, unë isha i bërgosur. And you visited me. Ju erdhët dhe më vizituat. And the righteous will say, Lord, when did we ever see you like that? Edhe ata që janë të drejtë, ata thonë, Zot, po kur ju kena panë aty kështu? When did we ever see you hungry and thirsty and naked in prison? Kur të kena panë që ishe ti uritur, i etur, apo i zhveshur, apo në burg? He said, when you did it to the least of these, you did it to me.
Por Jezus ju thot, nëse ju shërbyet këtyre që janë kaq pakt, ju më keni shërbyer mua. And to those on his left hand, Edhe ata që qëndrojnë në dorën e tij të majt, depart from me, you cursed, into everlasting fire. ai do t'ju thoj, largoni nga unë ju të mallkuar dhe ikni në zjarrin e përjetshëm. Prepared for the devil and his angels, Vendi i cili është përgatitur për djallin dhe engjujt e tij. because you are murderers, you are warmongers, Sepse ju jeni vrasës, ju jeni ata që bëni luftra. raping, killing, Ju stealing. dhunoni, vrisni, ju vjedhni. Yeah, they deserve to go to hell. Po këta njerëz e meritojnë që të shkojnë në ferr. Oh, he didn't say that. Oh, Jezusi s'pas ka thënë kështu. He said, I was hungry. Por ai tha, unë isha i uritur, You didn't give me anything to eat. po ju nuk më dha diçka për me hëngër. I was thirsty. You gave me nothing to drink. Unë isha i etur, ju nuk më dhat asnjë gjë për me pi. I was naked. You didn't clothe me. Unë isha i zhveshur, ju nuk më dhat veshje. I was sick. I was in prison. You didn't come to me. Unë isha i sëmur, unë isha në burg, ju nuk erdhët tek unë. They would say, Lord, when did we ever see you like that? Dhe ata do të thonë, Zot, po kur të kemi pa ne ty ashtu? When you did it not. When you didn't do it. Atëherë, kur ju nuk i bët këto vepra, atëherë isha unë ashtu. You know, God's eternal purpose, according to like Romans 8:29, Qëllimi i përjetshëm i Zotit, ashtu që lexojmë tek Romakët 8:29, the Bible tells us that those who God foreknew, he predestined. Bibla na thotë që ata që Zoti i paranjohu, ata i para përcaktoi. For a purpose, Për një qëllim, to be conformed to the character of his son. që ata të bëheshin si karakteri i birit të tij. That he, Jesus, would be the firstborn of many. Që ai, Jezusi, të ishte i pari prej të shumtëve. What would be the character of his son? Çfarë është karakteri i birit të tij? I think I recall Jesus fed hungry. Me sa më kujtohet, Jezusi i ushqeu ata që ishin të uritur, He ministered to them. ai ju shërbeu atyre, He clothes in righteousness. ai i veshi ata me drejtësi, Opens the eyes of the blind. ai i hap sytë e të verbërve, Heals the brokenhearted. ai i shëron ata që kanë zemrën e thyer, He loves, he cares, he's merciful. ai don njerëzit, ai kujdeset për ta, ai ka mëshirë për njerëzit, He meets all the spiritual needs of his people forever. ai kujdeset për gjitha nevojat shpirtërore të njerëzve të tij për gjithmonë. That's his character. Ky është karakteri i tij. The wicked don't even understand that. Por të ligët, njerëzit e këqij nuk e kuptojnë këtë. People think, yeah, only bad people go into outer darkness. Only bad people. Njerëzit mendojnë që veç njerëzit e këqij shkojnë në errësirë të keqe në ferr. All these people that have these wars and kill people and assault other people, yeah. Well, they will probably go to Veç hell. këta njerëz të këqij, këta që bëjnë luftra e vrasin njerëz, veç këta do shkojnë në ferr. But what really surprises people when they find out so many people will be lost and perished, not because of what they did, Edhe shumë njerëz befason kur dëgjojnë që kaq shumë njerëz do të humbasin shpirtat e tyre, jo për shkak të gjërave që ata bën, but because of what they didn't do. po për shkak të gjërave që ata nuk i bën. They didn't care. Për shkak që atyre ata s'janë kujdes, nuk kanë dashur një janë dëgju për asnjë gjë tjetër. They had no compassion. Nuk kanë pas asnjë lloj dëmshurie. They weren't willing to help someone else. Nuk ishin të gatshëm me ndihmu dikujt tjetër. They weren't like Jesus. Ata nuk ishin si Jezusi.
And that's a standard for his judgment. Edhe ky është standardi I gjykimit që ai do ta bëj. So it's a blessing, more blessed to give than it is to receive, is what Ashtë- Jesus said. Ma shumë jemi më të bekuar kur ne japim se sa kur marrim. So I know that some of the works that are going on here, like with Belkizia, she shared, that's a great ministry. Unë e di se disa nga gjërat që ndodhin këtu, si për shembull shërbesa që e përmendi Belkizia, kjo është një lloj shërbese shumë e mirë. To help the people that have suffered so much, the women. Mi u ndihmu njerëzit që kanë vuajtur shumë, sikur se janë ato gratë. Or the ministry of Handicross to help the disabled people. Ose shërbesën që e bën Handikosi që u ndihmon njerëzve me aftësitë kufizuara. All kinds of good works in this world going on. Ka aq shumë vepra të mira që po ndodhin në këtë botë. It's been a blessing for us to be a part of that in Kosovo. E ka qenë shumë bekim për ne që kemi pas mundësi me qenë pjesë e këtyre gjërave këtu në Kosovë. More blessed to give than to receive. Pra është më bekim që të japim se sa të marrim. And God uses his people for that purpose. Edhe Zoti dëshiron me I përdor njerëzit e tij për këtë qëllim, That ultimately he is glorified. në mënyrë që ai të lavdërohet. So thank you for having us, for letting us come and share. I know there's a little bit more to do here. Brother Alan's got some things. Faleminderit që na dhat mundësitë me ardh me nda dhe di që edhe vllau Ellen ka me ardh me të bëu diçka këtu përpara nesh. So God bless you and thank you. Edhe Zoti t'ju bekoj dhe faleminderit. It's good when our eyes can be open. And like he said, Len, these eyes. Is it Len? Gotcha. Okay. But you have to ask God to open your eyes. You got to ask him every day. In fact, if you walk with him all the time, he becomes your best friend. He becomes your daddy. And Jesus is your brother. With respect. Jesus is brother with great respect. When I was first converted, I didn't know very much. Just a little. When I baptized, I wanted to be Christian. It took many years, and I was always looking. From here, but mostly from here. Reading. And I used to pray to God and say, I know you're here, Father. Please help me to find you. Before I sing this song, I bring you greetings from a small church in London. Open the eyes of the heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you days. Open the eyes of my heart, God. Open the eyes of my heart. I want to see you. God, I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. You poured out your power and your love. You are holy. Father, you're holy, 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 yeah. Open the eyes of my heart, God. Open the eyes of my heart. I want to see you. Oh, God, I want to see you. You are holy, holy, holy.
You're holy, holy, holy. You're holy, holy, holy. I want to see you. Open the eyes of everybody's heart, God. Open the eyes of their heart. We need to see you. We need to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. You poured out your power and your love. You are holy. Father, you're holy. Jesus, I'm singing to you. Open the eyes of my heart, God. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. This is how I fight my battles. How I fight my battles in Jesus' name. In Jesus' name. When I feel that I'm surrounded by you, Lord. I've got angels, human and divine. So this is how I fight my battles. This is how I fight. I guess most of the people here understand little English, yeah? That's really good. That's good. I sing in the subway Tuesday night, Thursday night, and Sunday night, 8 o'clock to 11. And I sing about Jesus. I think that God is real and heaven is a real place. It's a real place. So when the Muslim, we have many Islamic people. All people are lovely people. I can see the Islamic people coming because we have many people from Pakistan living in London. And when I see them coming, I say, there's no other name but Jesus, no other name but Isa. He opens your eyes to see. There's no other name but Jesus. Only He brings the best things to be. And that's all I had. When I see them coming, I would just keep singing. Open. But then I made this song. It's called Salvation Song. So I had the chorus and the song. Because when you sing, you preach. When you talk to somebody about Jesus, you're giving the good message. Even a little baby, if you sing nice and do things, he will like it. It's a universal language. Ask the Father. Ask Him in the name of His Son. In Jesus' name, everything has been done. No, there's not another one. Jesus, you're the truth and the light, and your way is amazing. Hold on to God's word. It's the only way you can take a stand. Pass it on to your fellow man. Show him how to take a stand, or her. And this all comes by living faith, stepping into obedience. And there's no other name but Jesus. I wanted to sing,
And there's no other name but Jesus. He opens your eyes to see. You know the falsetto of the voice? When you sing, I like that. For the last 6 months, something happened to me. Yeah? So it's coming back slowly now. That's why I go and sing in the subway for 3 hours. And many people come by and say, oh, nice to see you again. Where have you been? I say, I've been in Kosovo. Or I've been in Belarus. Or whatever, you know. So I'm going to try to sing that again. How I sang it in the falsetto to attract people when they were coming, my Islamic friends. No other name but Isa. He opens your eyes to see. No other name but Jesus, almost. He brings the best things to be. Believing and baptized in His name as an adult, you're cleansed from your sin. There is no doubt that's the only time His Holy Spirit He gives, and another one is born again. Another one is born again. The way you showed us how to be in your word, born again. There's no other name. There's no other way. Thank you for letting us come to your ecclesia. If God wills it, we will come again. Because He's the way maker. He's the miracle worker. He's the promise keeper. Light in the darkness, my God. That is who you are. You are a way maker, miracle worker, promise keeper. Light in the darkness, my God. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. You are here, moving in this place. I worship you. I worship you. Thank you. God bless you.